Ku helikopterët merrnin ujin në ujë, flakët, era I favorizon vatrat, janë vatrat e të zonë. Helikopterët gjatë natës nuk mund punojnë. Zoti Edi Rama, në këtë që do të lësh shtetin e Gruas me sjarrit, nuk pas kishme emergjenca kombëtare. Hajde. Hapi. Hapi fucker. Hapi. Hapi ujë, torna. Ja fiksë ti hapi. A pa mo, të rishë pak të kutë, të rishë shumë, të rishë pak Këto janë pemët e fundit ku fillojnë shtëpia. A janë afër shtëpisë pa? Po. Mbi shtëpi apo shtëpisë? Mbi shtëpi. Mbi shtëpinë është. Mbi shtëpinë. Ja mbi shtëpinë. Nuk e lanë, ja se janë dy zafisa të ishara, nuk e lanë. Po duhet ishin futur nga rruga tjetër. Edhe ashtë I rrugë. Poshtë saj shtëpisë ashtë I rrugë që rrugë e Usilësi. Hajde t'ja t'rregoj. Hajde t'ja t'rregoj. Jo e di se ka shkoj zjarrin këtu mbrapa. Po nuk jam fut aty, ajo rruga ishte bosh, s'kishte zjarr fikse aty. Ja. Këto janë pemët e fundit ku fillojnë shtëpia. A janë afër shtëpisë pa? Po. Mbi shtëpi apo shtëpisë? Mbi shtëpi. Mbi shtëpinë është. Mbi shtëpinë. Ja mbi shtëpinë. Nuk e lanë, ja se janë dy zafisa të ishara, nuk e lanë. Po duhet ishin futur nga rruga tjetër. Edhe ashtë I rrugë. Poshtë saj shtëpisë ashtë I rrugë që rrugë e Usilësi. Hajde t'ja t'rregoj. Hajde t'ja t'rregoj. Jo e di se ka shkoj zjarrin këtu mbrapa. Po nuk jam fut aty, ajo rruga ishte bosh, s'kishte zjarr fikse aty. Ja. Thirrje vazhdimisht për të bashkëpunuar me policinë e shtetit, por t'u evakuuar nga shtëpitë të cilat janë pranë vatrave të zjarrit këtu në malin e Kryes. Ju lutem, e kuptojmë që pasuria, prona e vënë me shumë mund dhe me kursimet tuaja të gjithë jetës janë të shtrenjta,
po nuk ka gjë më të shenjtë se sa vetë jeta. Lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, evakuoni më njëherë banesat tuaja. Kjo është për jetën tuaj, për jetën e familjarëve tuaj dhe për jetën e oficerëve të policisë, të cilët duan më të mirë për ju dhe familjarët tuaj. Thirrja jonë është vetëm për ju lutem, bashkëpunoni me forcat e policisë, bashkëpunoni me forcat e armatosura për evakuimin nga banesat, ndërkohë që siç e shikoni ne jemi këtu, kemi marrë çdo mas në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë për hapjen e flakëve të zjarrit, por jeta juaj është prioritet, jeta e çdo qytetari është prioritet. Ju lutem dëgjoni thirrjet e forcave të armatosura dhe të policisë shtetit për evakuimin nga banesat, ndërkohë që ne jemi këtu duke luftuar dhe mitiguar çdo kohë këtë zjarr masiv që është përhapur në malin e Krujës. Stop, sir, more in peace and together. Stop, sir, more in peace and together.